Atëherë, kjo është vetëm një rast që kam parë unë. Duke u rritur në një komunitet me frikë për 50 vjet, që ishte ndërtuar trauma mbi trauma, atëherë gjua është në gjendje që njerëzit që mos flasin, edhe ata më intelektuale që kanë dashur të flasin, sepse është krijuar një lloj trauma kolektive. Dhe më tepër, këto lloj traumash dalin pastaj te familja, më shumë, sepse atje ndihemi më safe, ndihemi më të mbrojtur, dhe mund të jetë displaced, mund të jetë e shpërqendruar, e shpën nga ajo lloj traume që kemi kaluar te shtëpia duke i thirrur fëmijës ose duke u bërë më irritable, duke bërë më agresiv. Pa dashur, për arsye sepse truri mban shumë gjëra që duhet i nxjerrë në një mënyrë pozitive, siç mund të jetë terapia ose një vend i safe, një vend që të krijon një ambient që të ndihesh i qetë duke folur. Sunila, a ka një destin, a ka një rrugtim caktuar për shoqëritë e traumatizuara, të cilat nuk janë në gjendje për shkak të dëmtimit të traumës që kanë mësuar, nuk janë në gjendje të mos ndërtojnë shtet, të kenë institucione të dobta, të mos kenë besim tek njëri tjetri, të klasin keq për njëri tjetrin, të mos pranojnë suksesin e tjetrit, po listoj shumë se dua të kuptoj çfarë ndodh me shoqërinë tonë, e cila fatkeqësisht pëson trauma pas traumave dhe nuk ka marrë një break, të marrë një periudhë të pësherëtie qetë edhe të arrit të shijojë atë që ka arritur si stad zhvillimor. Po, e kuptoj shumë mirë pyetjen dhe të gjitha gjërat që ti përfole janë ato që ndodhin tani në shoqërinë tonë. Dhe unë jam pak a shumë, megjithëse jam këtu në Amerikë për 27 vjet, unë shkoj në Shqipëri shpesh. Shkoj gati vit për vit, jo vetëm për organizatën që kam hapur, por edhe për të kuptuar kulturën që ka ndryshuar, edhe s'ka ndryshuar në të njëjtën kohë. Unë prandaj e them kulturë traumatizuese ose collective trauma, që quhet në anglisht, për arsye sepse nëse ke shumë njerëz vërdall teje që janë të traumatizuar, që unë e kuptoj në Shqipëri, pa i quajtur individ të traumatizuar, po jemi si komunitet, së bashku jam dhe unë atje, duke ndarë traumat e mia këtu, do ndodhin lloj fatkeqësisht në shtet ose me njëri tjetrin. Gjëja e parë që vjen në mendje është si mund të jemi të mirë me veten tonë. Dhe kur je në një vend social, siç është Shqipëria, pak a shumë ulesh për kafe me njëri tjetrin dhe nuk je në gjendje të mbrosh traumën tënde, për arsye sepse si thash edhe më parë, ata lloj personash që kanë kaluar trauma i kthejnë në vendet që ndihen më të sigurt. Atëherë, nëse do ulesh në një kafe me një shoqëri që është e gjitha e traumatizuar ka fatkeqësisht, nuk po e diagnozoj shtetin tonë, po fatkeqësisht, do ishte shumë mirë që të nisni me veten. Unë e kuptoj situatat e politikës në Shqipëri pak a shumë, duke ditur që ka qenë një vend komunist dhe ata njerëz që kanë udhëhequr ato 50 vite dhe që kanë patur traumat e tyre, po vazhdojnë të njëjtën gjë, sepse janë atje në të njëjtin vend pak a shumë, s'kan ikur të gjithë. Por dua ta bëj më të nero, ta bëj më direkt për njerëzit, për njëri tjetrin, për ne. Çfarë mund të bëjmë ne në një shoqëri të tillë? Dhe gjëja e parë që nis, siç kam nisur dhe vetë, është me veten tënde. Në Shqipëri është më e vështirë sepse unë nuk e di ta kam thënë përpara kur kemi folur, unë jam larguar pak a shumë 10 vjetet e para për të shruar veten, për të kuptuar veten. Dhe më pas kam integruar të dyja kulturat, sepse shumë e rëndësishme për mua që të jem shqiptare, jam proud, shumë krenare që jam shqiptare, dhe shumë krenare që jam dikush që dua të ndihmoj njerëzit e mi këtu dhe andej. Kështu që nuk dua të keq kuptohen. Urime edhe për Shqipen pas 27 vitesh që jeton këtu në Amerikë, është mbreslënse. Dua të ndalem pak këtu, sepse më ngacmove me faktin që me pa dashje rrethanat janë të tilla, ne nuk zgjedhim vendin ku lindim. Po, qëllimi që lindem aty. Dhe e ndaj me ty që në një farë mënyrë, edhe nëse nuk kemi qenë të ekspozuar në mënyrë të drejtë për drejtë ndaj një dhune në familjen tonë, e kemi parë tek komshiu, tek miku, mikja, tek të afërmit. Dua të kuptoj, dua të shfrytëzoj tani edhe edukimin tënd si psikologe. Mos ndoshta edhe ato oraret e gjata në kafe të shqiptarëve janë një lloj terapie që bëjmë me njëri tjetrin? Ja, duhet jenë të tilla?
Si justifikohet, domethënë. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.